Ka patur edhe situatën për të mësuar se çfarë ka ndodhur. Le ta ndjekim në korale. Unë vëzhgoj këtu, ishin 3 vetë njëjtët koësisht se po votoshin, ai zotëria Fok Simoni na bllokoi derën e sala për të hyrën. Një koësisht dhe kompjuteri me çadi nuk punon të mirë. Edhe bam pak një tip kështu pa marrëveshje me ta. Kush është Frok Simoni? Frok Simoni është zotëria aty. Çfarë funksioni ka? Vëzhguesinë. Kush është drejtuesi i komisionit, sekretar? Kush është sekretar i qendrës votimit? Unë jam sekretar. Sekretari çfarë ndodhi? Absolutisht asgjë gjë, ishte vendi i mbyllur këtu, ishin disa votuese dhe erdhi zotëria i tha nuk u mbyll dera. Thjesht ishin 2 persona këtu në radhë i tha sa dalin këto futu ti. Dera që ndodhte hapur? E hapur. Sa veta ishin brenda? 2 persona dhe ne komisioni. 2 persona duke votuar një herë? Jo, zonja aty i shoqi, pastaj ishte ai zotëria që erdhi. Tani aktualisht zhvillohet votimi? Po, patjetër që po. Po, për mos prezenca e votuesve ose qëndrimi larg është për shkak se nuk janë të interesuar apo për shkak të kësaj problematike? Kanë votu vazhdimisht. Gjatë gjithë ditës kemi pas votime. Pajisja ka funksionuar? Po, patjetër për vetëm një moment sa i ndroi letrën. Dakor, Fation,